Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini. Bashkë po takohemi përsëri në episodin e radhës së Kosova tjetër. Sot kemi ardhur në fshatin Çabish të komunës së Klinës. Për të njohur për nga afër me këtë fshat, do na flet vetë banori i këtij fshati. Shumë faleminderit që na pritet fillimisht. Faleminderit edhe juve që jeni ardhur. A bëni prezantim të shkurt? Unë jam Zek Gashi, një aktivist i hershëm i fshatit Çabish. Zeka na njeh për nga afër pak me këtë fshat, na tregon pak për këtë fshat. Ju jeni banor i këtij vendi gjithashtu. Ky është fshat i kulturës, fshat i artit, fshat i muzikës, i sportit, fshat i shkollarëve, i dietarëve, i njerëzve të udave, domethënë është fshat i analistëve, i gjitha lemive, pra. Domethënë është ky një fshat që unë e cilësoj një ndër fshatat më të bukura, një fshat me një kopsht, domethënë s'dish me thonë, një fush pjellore, shumë të pasur, me kroje. Fshati është me 3 kroje në mes të fshatit këtu dhe është shumë fshat i bukur. Shohim se ka kogja një territor të madh, nuk është prej fshatrave. Nuk është prej fshatrave të vogël, është shumë territor kogja i madh, edhe ka banor kogja mirë, hala nuk ka ndalë shumë. Po ndalemi pak te kjo, sa është braktis ky fshat, se kohëve të fundit është bë në fshatrat për rreth ka kogja braktisje. Në gjitha fshatrat edhe ky është braktis, nuk është braktis, po për shkak të punës që kanë njerëzit, kanë shkuar në fushë Kosovës, në Klinë ose dikun ku kanë punën, nuk është braktis shumë, po ata vinë çdo herë janë në botën e jashtme dhe kthehen. Besoj që vinë. Po krahasim me fshatra tjerë nuk po duket se është shumë i braktisëm, për shumë se është një fshat kogja i ndërtuar, janë kushtet e mira për jetim. Në çdo shtëpi është ka i banor 2, tash po shihen në gjithë Kosovën, edhe djes e veta drejtorin e shkollës, edhe në fshat kishte ende nxonca, domethënë edhe janë 150 nxonca, shkallën në këto shkolla tjera nuk janë. Domethënë këtu hala ka gjallëni, hala ka jetë mirë dhe kështu. Po e shohim gjithashtu se fshati i përmbush gjitha kushtet për një jetesë. Si shpeshin edhe vetë këtu ku jetoj unë, ma mirë nuk e di se ka mirë gjitha kushtet për jetesë, unë jam shumë i kënaqur edhe çështu. Am tregon pak se çysh e kujton këtë fshat ndër vite, ndoshta prej familjes juaj, sa ka ndryshuar ky fshat? Me thot drejtën, më herët ka qenë shumë fshat i populluar, shumë edhe ka pas aktivitet këtu çdo herë. Njerëzit djemt të këtij fshati kanë punuar shumë, kanë kontribuar shumë për kohën e sodit dhe këtu çdo herë uni muzika, uni konga në këtë fshat, edhe si që ka dhe ma herët për shoqënin, ne kem pas edhe shoqënin edhe ma vonë, shoqënin Muj Krasniqi, cilën e kom themelu vetë edhe kom qenë kryetari i saj, mirë për shkak të kushteve, nuk kom mujt me vazhdu mos luftës për shkak se s'kem pas mjete. Këtu muj me folë që ka pas edhe një emancipim, që ta ma herët, si të regova, emancipimi i femrës, ka qenë shumë. Pak për atë pjesë ma detajës. Atëherë dhe më thonë në fshatra tjera nuk ka pas që në shkollu femnat, këtu të najnë jenë shkollu shumë, na kem pas shkollën e mesme, Luiq Gorakuqi, dhe më thonë këtu në Klinë, po paralelja ka qenë në Ndame në Kiev, dhe gjitha vajzat e fshatit Çabish jenë shkollu aty. Dhe muj me thonë lirisht, muj me cekë edhe një se jo që veç jenë shkollu, po në gjitha fshatat ku jenë majtë garat që jenë majtë sportive, nuk ka pas në asnjë fshat ekip të handbollit, për shembull të vajzave atëherë, në fshatin tonë o konë ekipi handbollit, ku vajzat tona çdo herë në komunë Klinës e kanë zonë vendin e parë. Përveç arsimimit janë marrë me aktivitete. Me aktivitete sportive e me të gjitha. Përveç kësaj është një fshat i cili njihet për emra të fytyra kombëtare të rëndësishme. Unë thash pika numër 1 është Muj Krasniqi, po kem na edhe si këngëtar, muj me thonë si këngëtar i asaj kohe, këngëtari hershëm ka qenë Dem Gashi. Në libra e kom pasi ka këndu Dem Gashi nga Çabishi, pastaj thot vjen Salih Eferizi. Domthonë Salih Eferizi kanë qenë këngëtar që e kanë zonë vendin e parë në botë. Në botë, nuk e dija din këto, po në botë e kanë zonë vendin e parë për këngë. Mirë pa i ka qenë para tyne, ka qenë një këngëtar shumë i dallum. Pastaj vjen këngëtarja shumë e mirënjohur Bege Gashi, që ka qenë një këngëtare në gjithë Kosovën e njohne. Pastaj vjen Halet Gashi, që është këngëtar i sodit, shumë i dallum. Vjen shumë këngëtar tjetër, Daud Gashi, është këndon motra Muj Krasniqit, Servete Krasniqi, Afrim Krasniqi, vllavi Muj Krasniqit, ma shumë ka këngëtarë këtu, emra ka pas dhe më thonë, edhe njerëz të odave, si që ka qenë Deli Maculi, një njeri shumë i dallum, shumë i zotit, që kur u shkuaj, dhe më thonë, atëherë darsmet ku jenë bu,
Ma shumë e kanë dëgju ato se sa këngëtarë. Ka nej një javë dikun të më thonë s'ka arë në shpe, se nuk e kanë shu. Qa që ka qenë i mirë. Tani pastaj e kem pas edhe Muj Gashin, pajtimtarin, i cili ka vdek para disa vitesh, 170 gjatë që i ka pajtu me Mulla Xhavatin, me njerëz domethënë që kanë qenë përparimtar, edhe kem shumë emra Osman Gashin, një njeri që ka qenë promotor i Jehonës Dugaxhinit, pastaj ka qenë edhe aktor i teatrit Shkupit, pastaj kem Pran Bozhalin, që është një ndër shkrimtarët më të njohur në Kosovë sot, Pran Bozhalin, kem Fazli Gashin, edhe ai shkrimtar i dallum, Bedri Gashin, e shumë tjerë, edhe kem domethënë Shkelzen Gashin, kem pas futbollistin e kombëtarës Shqipërisë, një ndër futbollistat më të mirë të asaj kohe, e shumë tjerë. Nuk po guxoj më hi në emra kështu shumë se domethënë dikujt na jes bërë që edhe mund më thonë diçka. Dalim pak prap te jetesa në këtë fshat. Bujqësia dhe blegtoria po besoj që kanë qenë kogja zhvillume. Shumë kanë qenë zhvillume, është një tokë shumë pjellore, këtu si rritën gjitha gjonat, edhe djemët edhe burrat edhe krejt janë shumë punëtor, edhe janë gjithë punojnë. Po sa është e zhvillume bujqësia, blegtoria? O s'di qa me thotë ashtë edhe njerëz me si s'ka shumë, pak jenë metë ka 2-3 vjetë, edhe nuk po punojnë që shumë. Ka shumë metë pak ma. Për çka njihet ky fshat? Ndoshta çka ka karakteristikë kryesore ose më dallumen, më të theksuar? Po unë i ceka edhe më herët, këtu është kultura, domethënë arti, muzika, këtu i ka dallume, muzikën e ka domethënë çdo njeri në fshat nuk ka njeri që nuk ka një qytetin shpe. Domethënë muzika është shumë këtu e përparuar. Po besoj edhe gjatë kohës luftës njihet si një ndër fshatrat që ka pas kogja numër të madh dëshmorëve dhe kanë kontribuar kogja shumë. Nga ky fshat janë dalë 24 vjet janë të vramë banorë të këtij fshati me 2 dëshmorë, Muj Krasniqin edhe Ali Krasniqin. Domethënë ka pas shumë të vramë, ka pas shumë të maltretuar të rrena të dihet, po ka pas shumë të vramë. Kemë shumë. Po shumë keq. Si ka qenë ndoshta jetesa në këtë fshat gjatë asaj periudhe? Po nuk o konë e mirë. Jetesa për shkak se u konë shumë zërë me mbjetu asaj kohë. U do kem kanë thes miell diqysh me vjedh dikun me morr e me çu se normal kem najsh. Shumicën e kohës kem najn mal. Ka qenë më e sigurt. Ma sigurt. Unë falenderoj shumë për neve shumë kënaqësi. Dhe unë ju falenderit edhe kam dëshirë sa më shpesh më ardh, jo veç ju, po më ardh televizione të tjera për shkak se këtu ka njerëz, sot jam kon veç vet, po këtu tjera ditë më ardh, unë më morr edhe njerëz të tjerë këtu, njerëz shkollës, dijes, të artit, kulturës, me të gjitha unë me bisedu. Keni të lirë kur dëni më ardh. Shumë faleminderit, shumë kënaqësi. Shumë faleminderit. Të dashur shikues, kaq kishim për sot nga Kosova tjetër. Ne bashkë takohemi në episodin e radhës në një vend krejt tjetër. Deri atëherë, tëng.